kemi një bisedë me drejtori teknik Alfred Pjetit. Zoti Fredi, si të duk ekipi të punën atë, që të ka vitin në play-off? Thonë të vërtetën, ne ishte vlerësuar maksimalisht, duke pas parasysh se objektivat tonë kanë qenë minimumi është play-outi, por djemt ishin ndoshta mbi ngarku më tepër se sa duhet dhe me shumë vështirësi e nxorën golin. Po gjithsesi krijuam shumë raste, patëm shumë mundësi me shumë fishur rezultatin, po futbolli ka këtë. Keni ndajën e fundit me Basanin e Përshas. Si e përshikoni? Po do ta vlerësojmë maksimalisht, normalisht nuk kena çën investojmë kërken, sepse ne jena për me shkuar atje. Ne arrijmë atje qëllimin dhe pastaj çojmë në fazën e play-outit si do shkojnë gjërat, sepse ekipi ka punuar gjatë gjithë sezonit, realisht kemi pas ekipe shumë forta përballë. Në këta dihet më Lezhë është shumë organizuar dhe është shumë paguar, se po flas tash me gjuhën popullore. Dihet se buxheti i tyre se sa fish është më tepër se sa joni. Por gjithsesi ne kemi arritur objektivin kur ik veni i parë pretendohet për me kap fazën play-out. Në rast se fitoni në anashtë të play-offit, të bin ky ekip për lart? Unë mendoj se ekipi ka shumë mundësi për jo më lart, po unë kam llogaritë këtë vit me këtë ekip, unë kena punuar se me mbështetjen kryesisht të kryetarit të bashkisë dhe këshillit bashkiak, që na kanë dhënë shumë korrekt me gjithçka pranë ekipit, them se ky ekip e meriton me qenë më lart. Gjithsesi nuk unë flasim para kohë, shpresojmë që të arrijmë objektivin. Po, ju sukses. Faleminderit.